Pas 16 vitësh, shqiptarët humbin një nga qytetet më simbolike të Maqedonisë. Në zgjedhjet lokale të 2 nëntorit në Maqedoninë e Veriut, ndodhi ajo që pak kush e kishte parashikuar. Korçova ndryshoi pas plot 16 vitësh. Pas më shumë se një dekade në ndrejtimin e shqiptarëve, qyteti që për vite të tëra ishte konsideruar simbol i bashkëtesës dhe forcës politike shqiptare, tashmë do të drejtohet nga një kryetar Maqedonas i VMRO DPMNE-s. E kjo fitore për partinë e Mickoskit u cilësua si historike. Vet ai e quajti Korçovën një simbol që u rikthye pas 16 vitësh, ndërsa e përdori rezultatin për të treguar një mesazh politik më të gjerë se forca e re politike maqedonase po rikthehet fuqishëm në të gjithë vendin. Por për shqiptarët, kjo humbje ka një peshë shumë të madhe. Jo vetëm sepse Korçova kishte shumicë shqiptare, por sepse ajo ishte një prej pak komunave ku për vite të tëra ruhej një balancë e ndjeshme midis etnive. Humbja e Fatmir Deharit, që për shumë kënd shihej si figurë e qëndrueshme dhe për krahje të gjerë, tregon se terreni politik shqiptar në Maqedoni është më i ndarë se kurrë më parë. Analistët po e lidhin këtë rezultat me ndarjen e votës shqiptare, mungesën e një strategjie të përbashkët dhe rritjen e ndikimit të VMRO-s, përmes fushatës së bashkëpunimit ndëretnik që në fakt funksionoi. E nga ana tjetër, shumë qytetarë shqiptarë që shohin rezultatin si një alarm, një shenjë se pa unitet politik dhe pa besim të ri në përfaqësuesit e tyre, edhe qytetet me shumicë shqiptare mund të humbasin drejtimin. Korçova sot është shembulli më i qartë i një realiteti të ri politik në Maqedoninë e Veriut. Një realitet që po ndryshon ekuilibrat e viteve të fundit. Një qytet që për vite me radhë drejtohej nga shqiptarët. Tashmë do të ketë një kryetar Maqedonas. Dhe kjo, më shumë se çdo statistik, tregon se politika në Maqedoni ka hyrë në një epokë të re.